tani do të flasim për situatën politike në Tiranë, e cila jo vetëm këtu, po ka trazuar edhe shtetet e tjera, mes tyre edhe në SBA, është kthyer për të mos thënë tek lajmet tek kryesore, headlineset, për shkak të tash i quajturit tani po merr formë, po revolucionit të flamingove në Tiranë, si do të vazhdojë, kanë kaluar 10 ditë, duke se protesta është në kulmin e saj, por çfarë drejtimi do të marrë? Për këtë ne do ta analizojmë në një intervistë që kam kënaqësinë të ftuar zotin Grit Roj, pedagog i shkencave politike në New York. Grit, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje ju, faleminderit juve. Çfarë drejtimi do marr protesta tani, duket sikur është në kulm të saj, sigurisht tash edhe në hyrje, por ndoshta momenti më delikat. Është realisht një nga momentet më delikate të protestës. Në radhë parë duhet të thënë që protesta është tregues i shpirtit pastër shqiptar. Ata të rinj dhe ata të reja që dalin, protestojnë, të cilët e kanë kuptuar se kjo pari kriminale që ka 35 vite që funksionon së bashku në mënyrë kompakte, jo vetëm po shkatërron vendin, jo vetëm po shet vendin copa, jo vetëm nuk ka respekt për asgjë, për mbrojtjen e bukurive natyrore shqiptare, por ka punuar kompaktësisht dhe vazhdimisht për t'ia vjedhur shqiptarëve të tashmen dhe për t'ia minuar të ardhmen. Pra, është një pari e cila nuk ka dallim me njëri tjetrin, është një pari e cila bashkëpunon, e cila ka krijuar një oligarki të mirë strukturuar, e cila ka tani më futur rrënjë thellë në çdo qelistë të shtetit shqiptar dhe çdo shqiptar me zemër të pastër dhe me frymën e kësaj proteste e kupton që problemi nuk është njëri person apo tjetri, po janë të gjithë bashkë, është sistemi që ata kanë krijuar dhe çdo ndryshim kozmetik, çdo ndryshim që largon një palë dhe bën një palë tjetër, nuk mundet me qenë zgjedhja. Dhe kjo është deri më sot një nga meritat më të mëdha të kësaj proteste. Së dyti, protesta është në një moment kyç, për shkak se rinia dhe ata që janë në shesh, se nuk janë vetëm të ri, janë të gjitha llojeve, profesionistë, familjarë të tjerë, kanë treguar se këtë herë nuk do të tërhiqen kollaj. Pra kanë treguar qëndrueshmëri dhe kanë treguar vendosmëri. Tani dhe kjo kuptim juaj se ju orientonit si mund të futet në hulli, pra të kanalizohet e gjitha kjo. Pra, kemi ardhur në pikën ku tani më këto kërkesa duhen të futen në një hulli e cila të shkojë drejt shtetkombit të shqiptarëve, e cila është vetëm një zgjidhje. Siç e kemi thënë bashkë me kolegët dhe miqtë e mi që nga viti 2015 e këtej me nismën Bleta Shqiptare më tutje, kjo ishte rruga. Ky ishte rrugtimi që duhej marrë dhe tani duhet futur në atë hulli protesta, pra duhet organizuar që njerëzit të kenë edhe besimin tek njëri tjetri, kenë edhe besimin tek ata që zgjidhen për të përfaqësuar, po të kenë edhe besimin se kushdo që të jetë kushdo që të marrë pushtetin, cili do qoftë sistemi i ri, sepse sistemi i vjetër tani më ka rënë. Cili do qoftë sistemi i ri, ai të punoj për shqiptarët, për një shtetkom të shqiptarëve. Vërtet e besoni këtë që ka rënë sistemi i vjetër, sepse këto 35 vite e kemi thënë disa herë. Jo bashkë, po unë nuk e kam thënë herë tjetër që sistemi jo bashkë, e kam thënë, por e kemi dëgjuar të artikuluar shumë herë që ra sistemi, ndërkohë që janë po ata. Ka qenë artikuluar nga njerëz të cilët kishin interes që të gënjenin për hir të atij sistemi, ka qenë artikuluar nga fatkeqësisht edhe disa kolegë tuaj nëpër studio televizive të darkës, të cilët kanë interes sepse paguhen mirë për të gënjur shqiptarët, të cilët kanë interes sepse jetojnë si milioner duke qenë gazetar, duke gënjur shqiptarët dhe duke mashtruar shqiptarët, edhe duke u bërë si ekspert pa qenë ekspert hiç. Unë mendoj që këtë herë është ndryshe për një arsye të veçantë. Këtë herë nuk është thjesht një protestë kundrejt një partie apo një rrymë politike, është një protestë
e cila shkon në zemrën e pushtetit të Paris. Pushteti i Paris të Tiranës ka qenë një pushtet i krijuar mbi shkëlqimin fals të Bashkimit Evropian, të hyrjes në Bashkimin Evropian, të zhvillimit të vendit, mirë po ajo që ka ndodhur, çfarë ka bërë kjo pari? Kjo pari ka shkatëruar arsimin, kjo pari ka shkatëruar ekonominë dhe e ka bërë oligarkike. Kjo pari ka hequr çdo lloj mundësie gjithkujt për të jetuar me nder. Kjo pari nuk jep mundësi politike për askënd që do t'i bëj punët ashtu siç duhet. Dhe kjo, mbas gjithë këtyre viteve, ka mbërritur që të gjithë njerëzit e kuptojnë këtë dhe e kuptojnë që në Shqipëri, kjo më e rëndësishme, kjo pari i largon njerëzit. E shqiptarizon Shqipërinë dhe po don me i zëvendësu shqiptarët me njerëz të tjerë. Dhe ka ardhur thikan ashtë dhe shqiptarët e kanë kuptuar. Ndaj dhe këtë herë sistemit i ka rënë legitimiteti, ndaj dhe këtë herë unë besoj që me gjithë se do të ketë përpjekje për futjen e rrymave të tjera, siç ka pasur, siç janë përpjekur që këtë protestë ta instrumentalizojnë, është e pamundur që të rikthehemi tek status quo-ja që ishte, shqiptarët nuk e pranojnë më këtë. Si mundet që gjithë kjo rrymë, zoti Rojt, tani në fund fare do shkojmë te kutitë e votimit? Sepse nëse Rama thotë do shpall zgjedhjet parakoshme, jam i sigurt që prap këtu do jemi, në këtë situatë. Pra si mund të përkthehet kjo në mandate, në parlament, në forcë politike vendimore? Shikoni, pikë së pari, kjo revolt popullore është përhapur jo vetëm në Shqipëri, po është përhapur tek shqiptarët në diasporë. Kjo nuk është protesta e Tiranës. Kjo është protesta e Shkodrës, e Vlorës, përfshi edhe Zvërnecin, po përfshi edhe Riollën, prandaj thash Shkodra, Vlora, po është edhe e Korçës, Elbasanit, është edhe e Prishtinës, është edhe e Shkupit, është edhe e Gjilanit, është edhe e New Yorkut, është edhe e Stuttgartit, është edhe shqiptarëve në Malzi. Pra është një protestë popullore. Pra ky është një dallim thelbësor dhe mbarkombëtare. Së dyti, ku duhet të drejtuar lëvizja, ka një platformë e cila është krijuar, e cila ka filluar të përhapet dhe e cila shumë shpejt do të vihet në zbatim, që quhet platforma mbarkombëtare për Shqipërinë e lirë, e cila i përvijon hapat që duhet të merren dhe kanë filluar përqafjet për ta vënë në zbatim këtë platformë. Është një platformë që parashikon jo thjesht të dorëhiqet Edi Rama, por të dorëhiqet Edi Rama dhe qeveria e tij, të zëvendësohet nga një qeveri teknike e cila të zgjidhet me njerëz të pastër që nuk janë përzier me politikën, edhe nga diaspora, të krijohen disa mekanizma kontrollues mbi atë që është mënyra se si funksionon shteti, për sa i përket çështjes së Sazanit dhe Zvërnecit, e cila është një çështje jo thjesht e pelikanëve apo e flamingove, është një çështje strategjike. Sazani është një ishull strategjik, nuk ka vetëm shkurre, por ka dhe tunele, ka dhe gjëra të tjera, të cilat nuk janë pronë e asnjë qeveri, janë pronë e popullit shqiptar, dhe si pronë e popullit shqiptar, do nuk mund të jepen as në shitje, as në përdorim pa vullnetin e popullit shqiptar. Pra, kjo platformë që unë them parashikon një seri hapash për rimarrje në dorë të këtyre të Zvërnecit dhe të Sazanit pikëpari, sepse ajo ishte fillimi i protestës nga populli nëpërmjet hapave ligjor dhe administrativ, pastaj zëvendësimin e kësaj qeverie me një qeveri teknike, e cila të krijoj kushtet për zgjedhje dhe zëvendësimin e të gjithë sistemit me një sistem të ri, një sistem të kontrollueshëm, një sistem ku pushteti i përgjigjet popullit dhe jo populli i shërben pushtetit. Pra, përqafjet kanë filluar, platforma është shpërndar edhe në disa njerëz brenda protestave dhe është pritur jashtëzakonisht shumë mirë, jo vetëm nga protestuesit në Tiranë, po është pritur edhe nga
diaspora dhe unë besoj që së shpejti do të kemi zhvillimin aty. Grit, ju bën përshtypje fakti që protesta nuk ka kokë apo është më mirë kështu? Nuk ka një drejtues. Shikoni, nuk është çështja, shpesh herë banalizohet kjo çështja e drejtuesit. Asnjë protest nuk funksionon dot pa drejtim. Si të jemi të qartë. Pra, nuk mos ketë një person që të jetë drejtues ashtu siç e mendojmë ne, në të tipit Berisha, Rama, Meta, Basha, Nano, etj, por është, ose Veliaj, është një protest e cila ka një drejtim, ka një grup drejtues, dhe sigurisht që në çdo organizim, në çdo organizat, ka një grup drejtues. Problemi është si drejtojnë këta njerëz dhe si janë zgjedhur këta njerëz, nëse janë njerëz cilët meritojnë, ka meritokraci brenda saj, apo janë thirrur sepse janë kushëriri filanit apo shoku i filanit apo shoqja e filanit. Pra, grupi drejtues është i paevitueshëm, asgjë nuk funksionon pa një drejtues. Por varet se si është zgjedhur drejtuesi, si janë zgjedhur drejtuesit dhe sa i përgjigjen ata njerëzve të cilët i kanë zgjedhur aty. Pra ky është thelbi i çështjes së drejtimit. Unë nuk do doja që të devijohej tek fakti, jo po s'ka drejtues, po pati drejtues do iki. Jo, nuk është ashtu. Ka drejtues, ka një grupim, por ajo që duhet bërë, ajo që duhet shohin njerëzit në protest është që ku po e çon grupi drejtues protestën dhe nëse po e çon në hullin e duhur. Nëse protesta është në hullin e duhur, drejtuesit kanë legjitimitet tek njerëzit. Nëse jo, atëherë ata humbin legitimitetin te njerëzit. Reagimet e kryeministrit, ndikimet e huaja, agjendët, reagimi i Iranit, si keni parë gjitha këto? Greqia që në fillim të ndërhyri me 2 deklarata opozita dhe qeveria, pra Mitsotakis përmes ministrisë së jashtme, sigurisht edhe Tsiprasi, por më pas nuk kemi pas asnjë reagim të pas nga ata. Ndërkohë që kishim së fundi edhe reagimin e Iranit, që duket sikur kryeministri kërkoi duke akuzuar, ata u përgjigjen, replikoi prapë kryeministri. Pra të gjithë këto duke përfshirë brenda edhe reagimin e kryeministrit, pra tentativat e tij për të dalë nga kjo. Shikoni, kryeministri është i dëshpëruar. Ka kohë që është i dëshpëruar, po tani është i dëshpëruar sepse truket e tij kanë ardhur në pikën më të ulët të besimit popullor. Pra, Paria e Tiranës nuk është vetëm kryeministri që është i dëshpëruar, janë gjithë bashkë janë të dëshpëruar. Kryeministri është sjellë si kloun, ka bërë atë që ka mundur të bëjë, është përpjekur që ta minimizojë protestën, vazhdon dhe përpiqet që të qesh me ta. Nga ana tjetër, i përgjigjet sigurisht. Në ana tjetër i është përgjigjur me kundër protesta, të cilat janë keqarake, sepse duket që atje njerëzit janë marrë me zor, janë njerëzit duke kërcënuar njerëzit për vendet e punës. Kryeministri është tani më në pikën e vet ku i ka bërë të gjitha, u përpoq që ta lidh protestën jo thjesht me Iranin e me Greqinë e me gjëra të tjera, sepse u përpoq që shqiptarët të mos ngriheshin në këmbë. Mirë po, të njëjtën punë ka bërë dhe opozita, e cila fillimisht doli dhe tha që nuk është kjo protesta jon, u munduan që ta mpakin protestën, në momentin që nuk mundën, tani e kanë përqafuar protestën dhe po përpiqen që ta infiltrojnë. Të gjitha këto janë përpjekje të dëshpëruara të një parie e cila nuk ka asnjë lloj mëshire për popullin e vet, e cila nuk ka asnjë lloj dëshire për të bërë gjën e duhur, e cila nuk ka asnjë lloj dëshire për të bërë mea culpa, për të thënë që faji është i joni e të tjera, po thjesht kërkon të kap, të vjedh, të përvetsoj, edhe vullnetin e mirë të shqiptarëve. Mirë po, unë mendoj që këtë herë shqiptarët nuk kanë për t'i besuar më atyre, ndaj dhe thash që ai sistemi i vjetër në praktik ka rënë, është thjesht duke u mbajtur me patericat e fundit, sepse nuk ka më besueshmëri asnjë prej tyre. Jo thjesht Sali Berisha dhe Edi Rama, po as shpura e maskarinjve, horrave, hajnave dhe hajdutëve, të cilët ju shkojnë mbrapa, drejtorëve të tanishëm dhe ish drejtorëve të mëparshëm, të cilët mezi presin që të vjedhin dhe ta trajtojnë këtë popull si sklever, edhe ata nuk kanë më shpresë,
Ndaj dhe disa prej tyre paturpsisht sot i gjen në protest. Unë gjithmonë kam dhënë këshillën protestës që gjithkush mund të vijë në protestë, protesta është akt individual, por nuk duhet lejohen një të flasin sepse s'kan kërkuar falje ende dhe nuk janë dëshkuar, dhe së dyti nuk mund të lejohen të mbajnë simbolet e partive të tyre. Desha të them një gjë që të mos ta lëm pa thënë, sepse është e rëndësishme. Protesta duhet gjithashtu të gjenerojë ose të krijojë disa instrumente për mos lejimin që pasuria e popullit shqiptar të përvetësohet nga këta. Pra, gjitha pasuritë e njerëzve të Paris, oligarkëve dhe gjithëve nuk duhet lejohen të transferohen, sa ata kanë zakon që i transferojnë jashtë Shqipërisë, pra duhet këtë mekanizma administrativ. Na futet spakun. Pa drejtësi nuk mund të ketë ardhmëri në Shqipëri. Pra drejtësia është një nga shtyllat kyçe. Nuk mund të ketë në Shqipëri njerëz që vjedhin dhe i gëzojnë vjedhjet me paratë e shqiptarëve, me gjakun e shqiptarëve. Nuk mund të ketë në Shqipëri, nuk është vetëm spaku. Ka mënyra të ndryshme për të mbërritur tek drejtësia, po spaku duhet inkurajuar. Sigurisht që nuk mund të ketë drejtësi në Shqipëri në qoftë se ngel në qeveri një qeveri e kësaj parie. Qoftë qeveri e përkohshme. Qoftë edhe nëse bie Edi Rama dhe vjen një qeveri e përkohshme e ndërtuar nga këta. Nuk zgjidh gjë ajo. Qeveria kalimtare duhet të jetë të mbaj peshën e kalimit nga sistemi i vjetër tek sistemi i ri, dhe duhet të përbëhet nga njerëz të rinj. Po ju ndërpresim mësuar qeveria e partimit kombëtar, qeveria e tranzicionit, ju i bani mend edhe i dini më mirë se sa unë, edhe për shkak të eksperiencës të viteve. Kush do t'i ngjante më shumë nga këto? Asnjërës as tjetrës. Kjo do të ishte realisht një qeveri kalimtare, se këtë po thoja kur fillove pyetjen, duhet të jetë një qeveri kalimtare e cila ta kaloj vendin dhe popullin nga një sistem i hajnave, i plehrave, i anti-shqiptarëve që shet çdo gjë, që e shfrytëzon popullin e vet, që e shet popullin e vet në të gjitha, që shet tokën e vet thjesht për arsye personale, në një qeverisje të kujt do, nuk ka shumë rëndësi se kush do të jetë kryesor në sistemin e ardhshëm, por do të jetë një qeverisje që do t'i përgjigjet popullit shqiptar, një qeverisje që do të mbajnë në përgjegjësi pushtetarët e vjetër, duke filluar nga 91-shi e këtej, dhe do t'ju konfiskojë atyre pasurinë, dhe do t'i bëjë ata që t'i tregojnë shqiptarëve çfarë ju është bërë, që të mos bëhet më. Dhe pastaj të vendosen baza, sepse në bazë të çdo sistemi politik është mbarvajtja ekonomike e vendit dhe mos shpopullimi është ideja, sepse nëse Shqipëria vazhdon të shpopullohet, ne nuk do të ekzistojmë më. Pra duhen krijuar kushtet që të rinjt të kenë interes dhe dëshirë dhe mundësi që të jetojnë në Shqipëri, të jetojnë mirë në Shqipëri, me nder, me dinjitet brenda mundësive tona, dhe të rrisin fëmijët në Shqipëri dhe pra të përparohet dhe të begatoj Shqipëria, por mbi të gjitha se duhet parë dhe konteksti pak më i gjerë, të krijohet shqiptarëve një kontekst tek i cili të gjenden të gjithë shqiptarët kudo që janë. Pra, platforma që duhet vi nuk mundet me qenë më thjesht një platformë lokale e Shqipërisë, po duhet përfshi interesin shqiptar, trojet shqiptare, stetkombin shqiptar dhe rrugën që do të ndjekim drejt realizimit final të asaj ëndre që është shtetkombi. Sot paria e Tiranës askush nuk mund të thotë që po punon drejt shtetkombit, sepse shtetkombi është armiku për vdekje i Paris Tiranës. E kanë luftuar në 91-shin, gjatë lëvizjes studentore, të cilën ata e shuan, është një histori që nuk e thon shpesh, e kanë luftuar gjatë viteve, e kanë luftuar kur një grup nga ne u përpoq ta promovojmë në mes të viteve 2010 dhe 2020, e më tutje dhe po përpiqen ta luftojnë tani. Unë mendoj që këtë herë nuk ka përkthyer. Në fakt, për publikun, dua të theksoj që në çdo bisedë që ne kemi zhvilluar bashkë, ju e keni vendosur si shtyllë të një nga shtyllat e bisedës, çështjen e shtetkombit, edhe gjithë edhe narrativën tuaj të bisedës e keni lidhur drejt asaj. Edhe ndoshta drejt asaj po shkojmë edhe tani.
Zoti Lori, kam një pyetje të fundit që lidhet me disa interpretime, analiza që bëhen në Tiranë, që Tirana është thjesht fushbeteja e një lufte që e ka zanafillën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë çështje, një përplasje të majtëve, globalistëve të tjera. Ju si e keni parë gjithë këtë? Reagoi edhe Bernie Sanders në mos gaboj sot, duke u përfshirë këtu. Pra, por edhe diçka që pak ditë më parë ambasadori i ri që mori miratimin pas nominimit, tha që nuk kishte informacion për investimin e Kushnerit në Sazan. Besoj se tani është elefanti në dhomë, nuk besoj se mund t'i shmanget kësaj në rrugë. Shikoni, është një tentativë për ta devijuar bisedën dhe diskutimin. Është një tentativë që e marrin rrjetet globaliste ndërkombëtare dhe rrjetet internacionaliste ndërkombëtare, duke përfshirë dhe senatorin Sanders, i cili i shërben agjendës së tij, siç është normale që tjetë. Pra, senatori Sanders, as që nuk e njeh Shqipërinë, ka qenë ai që ka qenë kundër luftës në Kosovë për t'u kujtuar njerëzve. Ky është ai senatori. Ka dalë dhe ka folur me orë të tëra kundër ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Kështu që ai ka agjendën e vet dhe ai do të vijojë të merret me agjendën e vet. Pse është devijim? Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Është devijim sepse shqiptarët nuk po protestojnë kundër Jared Kushner dhe Ivanka Trumpit. Shqiptarët po protestojnë kundër atyre që shesin, që janë pushtetarët tanë dhe opozitarët tanë, që shesin vendin pa asnjë lloj transparence, pa asnjë lloj përfitimi. Shqiptarët nuk janë kundër investimeve, po shqiptarët janë kundër investimeve ku fitojnë oligarkët, qeti me shok. Kam informacione që aty brenda ka shumë të tjerë në ato pislëqe, siç ndodh zakonisht, por shqiptarët nuk marrin asgjë. Shqiptarët u ngritën kundër vendosjes së televe me gjemba në vendin e tyre për të lejuar vetëm njerëzit që ndërtojnë aty. Shqiptarët u ngritën sepse jepet pa asnjë lloj konsultimi publik një vend strategjik si Sazani, i cili pavarësisht se qeveria e sotme nuk e ka shumë iden se çfarë po ndodh rreth e qark, është një aset i pa zëvendësueshëm i shqiptarëve dhe jo i qeverisë. Shqiptarët u ngritën sepse kanë 35 vjet që i vjedhin, i mashtrojnë, i dhunojnë verbalisht edhe fizikisht dhe ju vjedhin të ardhmen brezave të ardhshëm. Pra, asnjëra nga këto nuk ka të bëjë as me internacionalizmin proletar të cilin dëshiron senatori Sanders, as me luftën e të majtëve ndaj presidentit Trump, sepse e provuan me gjithçka tjetër dhe nuk gjetën gjë, nuk mbritën gjë, dolën bluff, dhe tani kanë gjetur për përdorin Shqipërinë. Pra ne nuk duhet të bijem pre e këtyre, dhe as me problemin tjetër se bëri një provokim ai se s'po duhet i them një emër tjetër që kemi në kryeministër, po bëri një provokim dje me flamujt e Izraelit që i ngriti në mes të sheshit për të shkaktuar trazira tek nga demonstruesit për të thënë që ja, kjo është një protestë antisioniste, anti-izraelite e tjerë. Shqiptarët kanë problemin e parisë së tyre. Shqiptarët duhet ta zhdukin parinë e tyre nga skena publike, sepse është një pari dëmtuese e interesave të kombit tonë. Ne duhet zgjidhim problemet tona, nuk merremi me problemet as të Izraelit, as të Turqisë, as të ndokujt tjetër. Ne merremi me problemet e shqiptarëve. Kjo është protestë e shqiptarëve për një Shqipëri më të mirë, për një shtet kombë të shqiptarëve, i cili do të na shërbejë ne. Kushdo që është kundër agjendës së shtet kombit të shqiptarëve, thehet automatikisht në armik të kësaj të shqiptarëve. Por nuk duhet përdorur Shqipëria, edhe gazetat e huaja dhe agjencitë e huaja e kanë përdorur këtë, duke i quajtur revolucioni Flamingo, që merr një notë sikur ishin revolucionet me ngjyra. Jo, siç e thatë dhe ju, siç e konstatoni edhe ju, ky është një revolucion thellësisht shqiptar. Parullat në këtë revolucion janë thellësisht shqiptare. Këndohen këngë patriotike, mbahet flamuri shqiptar. Në ballë protestës ke flamurin e QÇK-s, është një protestë ndarkombëtare. Pra nuk ka lidhje kjo me këto agjendat majtiste. Është një devijim të cilin ne duhet ta hedhim poshtë me shumë forcë.
Ju lutem dhe diçka, Washingtoni me Brukselin janë me protestuesit apo me stabilokracinë? Washingtoni me Brukselin janë me popullin shqiptar. Pa e marrë me protestuesit. Shiko, se e thash me batut shkurt, por Washingtoni dhe Brukseli në një mënyrë apo një tjetër do t'i adaptohen vullnetit popullit shqiptar. Se di ku ka kokën për vete, se ndjehet se Nuk ka problem. Ka ndryshime midis Washingtonit dhe Brukselit, sepse njëri është mik i shqiptarëve, Washingtoni në çdo rast, ndërsa Brukseli kërkon që shqiptarët mbajnë atë vendin e tyre dhe të mos i shkaktojnë shumë probleme. Por për t'i marrë veç masi, nuk ka asnjë vullnet jashtë popullor që t'i imponoj shqiptarëve zgjidhjen. Në këtë moment shqiptarët kanë marrë në dorë fatet e tyre dhe i kanë të gjitha mundësitë që të bëjnë gjën e duhur. Në momentin që shqiptarët bëjnë gjën e duhur për ta, dhe kjo që propozoj që po e deklamoj unë në këtë moment, pra platforma mbar shqiptare e Shqipërisë së Lirë, është zgjidhja më e mirë për shqiptarët. Duke qenë zgjidhja më e mirë për shqiptarët, është një zgjidhje fort e pranueshme për gjithë aktorët e huaj, sepse i volit popullit shqiptar dhe Washingtoni dhe Brukseli do të adaptohen vullnetit të popullit shqiptar. Asgjë nuk shkon përtej vullnetit të popullit. Grit, faleminderit shumë. Faleminderit juve.